Më në fund, miq të dashur, vjen një lajm i mirë për industrinë e automjeteve në Bashkimin Evropian dhe në veçanti në Gjermani. Komisioni i Bashkimit Evropian ka vendosur që të mos ndalohet nga viti 2035 regjistrimi i të gjitha makinave me djegje siç ishte parashikuar më parë. Komisioneri i transportit, Tsatsikostas e ka emrin, thotë se Bashkimi Evropian është i hapur për të gjitha teknologjitë, që do të thotë se edhe pas vitit 2035 do të lejohet regjistrimi i makinave me motor eficient me djegje. Këto e kanë konfirmuar edhe disa burime të tjera në Komisionin Evropian, e ky është një lajm vërtet i mirë edhe për industrinë gjermane të automjeteve, e cila është në krizë serioze në disa vitet e fundit. Kjo do të thotë se kompanitë gjermane mund të planifikojnë me prodhimin edhe të motorëve hibrid me djegje, apo dhe disa motorëve me djegje edhe pas vitit 2035 dhe nuk duhet të riorientojnë të gjithë prodhimin e tyre vetëm tek makinat elektrike siç është menduar. Ky vendim është marrë pas kërkesës së kancelarit gjerman Friedrich Merz, i cili javën e kaluar, më saktësisht të premten, i ka dërguar një letër presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, dhe ka kërkuar që të merret në konsiderat mundësia e vazhdimit të regjistrimit edhe të automjeteve të reja me djegje, siç thuhet shumë efikase edhe pas vitit 2035 e tutje. I pyetur nëse komisioni do të lejoj vetëm motorët hibrid, pra të kombinuar me energji elektrike dhe djegje, apo dhe motorët konvencional, komisioneri i transportit Apostolos Tsatsikostas tha: "Ne jemi të hapur për të gjitha teknologjitë." Ai konfirmoi se në Bruksel ka ardhur tani më letra e kancelarit gjerman Friedrich Merz dhe se komisioni tani po shqyrton me kujdes të gjitha propozimet dhe të gjitha mundësitë dhe se komisioni është i hapur për të gjitha zhvillimet teknologjike, siç u shpreh ai, duke përfshirë pra edhe rolin e motorëve eficient me karburante dhe biokarburante të përpunuara. Ndryshe, Gjermania ka planifikuar që të japë edhe subvencione për personat që duan të blejnë makina elektrike nga viti i ardhshëm. Vendimi akoma nuk është marrë përfundimisht, por ky është një propozim i koalicionit qeveritar. Koalicioni ka propozuar që për makinat elektrike të jepen rreth 3.000 euro subvencione, si dhe nga 1.000 euro për 2 fëmijë. Për familjet me të ardhura prej më pak se 3.000 euro neto do të jepen po ashtu ndihma. Në përgjithësi, subvencionet mund të shkojnë për një makinë pra deri në 5.000 euro, por me detajet, miq të dashur, ju kam njoftuar në një video tjetër që mund ta gjeni këtu poshtë në këtë kanal që po shikoni. E këto janë pra lajmet e fundit nga industria e automjeteve, me detajet natyrisht që do t'ju njoftoj kur të miratohet vendimi përfundimtar. E kjo është vërtet me rëndësi kur dihet se kjo industri po përballet me vështirësi të mëdha ekonomike, si dhe me largimin e punëtorëve nga puna. Vetëm gjatë këtij viti, pra në vitin 2025, në kompanitë e automjeteve në Gjermani, është fjale, janë shkurtuar rreth 49.000 vende pune. Ndaj, çdo lajm premtues është një premtim më shumë edhe për punëtorët që të ruajnë vendet e tyre të punës, apo dhe të gjejnë prapë ndonjë vend tjetër pune. Në ditët në vijim do t'ju njoftoj edhe me parashikimet e fundit për zhvillimin ekonomik në Gjermani, ku ka disa sinjale pozitive, ndonse kriza ekonomike aktualisht në Gjermani është definitivisht evidente dhe ekziston mundësia që prapë Gjermania të jetë në stagnacion edhe këtë vit. Gjermania ka vendosur të bëjë investime të shumta dhe të bëjë disa reforma të rëndësishme. Pritet të miratohet edhe ligji i ri për pensione ditën e premte, do të ketë disa ndryshime për tatime e tjerë, por me të gjitha do t'ju njoftoj në ditët në vijim. Ndaj, nëse doni, mund të abonoheni në kanalet e mia dhe mund ta shpërndani edhe këtë video për ata që eventualisht ndoshta planifikojnë të blejnë ndonjë makinë të re elektrike, me siguri që është tepër më rëndësi, pra që nga viti i ardhshëm mund të planifikojnë me disa subvencione, ndërsa për në aspektin afatgjat për industrinë e automjeteve, pra siç e thash, vijnë disa lajme pozitive. Faleminderit që jeni me mua dhe mirupafshim së shpejti.